Rruga e re e Komanit po ndryshon ndjeshëm mënyrën e udhëtimit drejt një prej destinacioneve turistike më të vizituara në veri të vendit. Turistë huaj, vizitor vendas dhe drejtues mjetesh e vlerësojnë investimin si një transformim të shumëpritur që ka rritur sigurinë, ka shkurtuar kohën e udhëtimit dhe ka bërë zonën më të aksesueshme. Është zhvillim i madh, është fat i madh për ne. Ka qenë skandal. Tash don zoti u bë. Ma mirë s'ka. Duket se po vinë shumë më shumë se vjetë, që ka pas pengesa, qyshte makinat me qerasi nuk i lejoshin më ardhë për arsye rrugës keqe. Unë jam shofer që bëj linjen nga Tirana për në Koman. Rruga ka qenë cop. Ka qenë jashtë amortizuar, tani rruga është bërë shumë mirë. Shumë e rrezikshme. Der zoti u bën rruga shumë mirë, është lëvizje ka, turista gjana. Super! Çdo gjë mrekullueshme. Me diramën krye jemi numër 1. Përmirësimi i infrastrukturës ka sjellë një rritje të ndjeshme të fluksit turistik. Sipas të dhënave, numri vizitorëve është rritur me rreth 50% pas rikonstruksionit të Anksit. Pas përfundimit të shtresës së parë asfaltike, pritet të realizohet edhe sinjalistika horizontale dhe vertikale, duke e kompletuar investimin dhe duke mbyllur një herë e mirë një prej problematikave më të mëdha të qarkullimit në bashkinë Vau Dejes.